E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të ndaluar pak tek londrimi. Londrimit natën e mbrëmshme, vllau i madh ja realizoi dëshirën më të bukur. Remzia Osmani dhe Nexhat Osmani, dy artistë tepër të nderuar, u bën pjesë e shtëpisë së Big Brotherit duke i argëtuar banorët, duke u kënaqur me banorët me hitet e tyre. Kënga në ditarin e dashurisë, më duket kështu është, apo në ditar, diçka e tillë kënga. Remzia dhe Nexhati e kënduan me shumë kënaqësi për londrimin, sepse londrimi të njëjtën këngë e ka përkthyer në gjuhën angleze dhe në rrjetin social TikTok është bërë meme, do të thënë po identifikon Remzien dhe Nexhatin po me këtë këngë. Përqafimi që i dha Remzia londrimit u duk që ishte një surprizë e veçantë për londrimin. Dhe londrimi ishte shumë i lumtur, po e shijonte, po kënaqej, po argëtohej me surprizën e bukur që kishte ardhur në shtëpinë e Big Brotherit për të. Por çfarë po ndodh tani? Ju e dini shumë bukur që brenda asaj shtëpie është edhe Labinot Haxhiu. Një djalë i cili jashtë shtëpisë së Big Brotherit është një simpatizues i lartë i Mihrie Brahës. Një djalë që e adhuron Mihrien, do të thënë edhe në klipin e hyrjes në shtëpi, hyri me këngën e Mihrie Brahës. Tani Remzia hyri për londrimin. Unë kërkoj dhe apeloj edhe nga fansat e Labinotit, sepse Labinoti disa herë ka kërkuar këngët e Mihries në shtëpinë e Big Brotherit, por çuditërisht produksionin nuk i lishon. Unë kërkoj që tani edhe për Labinotin të bëhet një surprizë nga ana e Mihries, që londrimi dhe Labinoti të shkojnë 1-1, sepse deri tani janë 1-0. Nga që këto të dy kanë shpall një lloj lufte në thonjza për Mihrien dhe Remzien. Derisa Remzia dhe Mihria e kishin luftën jashtë, po bënin atë betejën e madhe. Më ke thirr në dasëm, s'më ke thirr në dasëm, e kam thirr në dasëm, se ka thirr në dasëm. Tani, që të jemi 1-1, unë mendoj që Mihria duhet të hënën ose të premten tjetër të jetë pjesë e shtëpisë dhe të bëhet surprizë për Labinotin, pasi që londrimit ju realizua ëndra dhe u kënaq mbrëm, pse mos kënaqet Labinoti një natë brenda asaj shtëpie me muzikën e Mihries? Kështu që apeloj për të gjithë fansat të Labinotit ta kërkojnë këtë surprizë, sepse Labinoti po e kërkon çdo ditë në shtëpi. Kërkon këngët e Mihries, këndon këngët e Mihries dhe besoj që është e drejtë edhe e kanë në fakt për qef që t'ja realizojnë Labinotit këtë dëshirë. Në fund a fundit ato vetë ne vetë tregojnë nëse nuk e bëjnë, por unë mendoj që duhet ta bëjnë, duhet ta bëjnë sepse të shkojnë 1-1 dhe do të jetë shumë e bukur, do të jetë edhe për londrimin yll, dhe unë e di që londrimi do ta bën pastaj dramën në shtëpi atë hyrjen e Remzies dhe të Mihries, por gjithsesi nata e mbrëmshme ka qenë fantastike. Londrimi u kënaq pafund, e shijoi pafund këtë surprizë, edhe pse u komentua në fakt marrëdhënia e tij dhe Klodit, por ishte ajo që unë e thash gjithmonë dhe e kam thënë, Londrimi dhe Klodi janë dy miq shumë të mirë që kanë gjetur veten e tyre brenda njëri tjetrit. Në fakt, ne ndoshta do të na duket pak çudi, sepse në ditët e sotme shoqëria rrallë ekziston ose nuk ekziston fare. Dhe Londrimi dhe Klodi e kanë gjetur ndoshta 1/100 atë fjalën, shoqërinë e tyre dhe po e shijojnë pafund. Dhe për këtë gjë nuk duhet hamencuar dhe nuk duhet shpikur apo shpifur fjalë të ndryshme kundërdrejt të dy çunave që po luftojnë jashtëzakonisht bukur në këtë shtëpi dhe po krijojnë një adrenalinë, domethënë po krijojnë një lojë shumë të bukur dhe të këndshme. Unë mendoj që Londrimi dhe Klodi janë dy banorë të cilët i japin shtyhretin asaj shtëpie, i japin energjinë asaj shtëpie dhe kjo shtëpi është ideale me këto të dy brenda, ndërsa pa këto të dy mendoj që do dukeshte një hiç. Ndërsa për akuzat e ndryshme që jepen rreth Londrimit, rreth Klodianit, ajo është një strategji e tyre dhe më besoni, Londrimi dhe Klodi me këtë strategji që në fakt po dhurojnë një emocion të papar brenda asaj shtëpie dhe i duhet kjo energji shtëpisë, sepse banorët e tjerë kanë fokusin vetëm tek zënka, do të jenë finalist që kjo as nuk diskutohet, por uroj që produksioni ta merr përballë këtë kërkesën e fansave
të Labinot Haxhiut që Mihria të bëhet pjesë e Big Brotherit në edicionet apo në Prime të radhës, si mendoni ju?